Zgjedhjet e përsëritura për kryetar komunash në 4 komunat Gostivar, Vrapqisht, Mavrovrostush dhe Qendër-Zhup do të mbahen të dielen më 11 janar. Fushata zgjedhore përfundon sonte në mesnatë dhe më pas vijon heqja zgjedhore që do të zgjas deri në mbylljen e vendvotimeve të dielen në orën 19. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot i ka shpërndar fletvotimet dhe pajisjet për identifikim biometrik në komisionet komunale të zgjedhjeve. Nesër të shtunën të drejtë vote do të kenë qytetarët e sëmurë dhe të pafuqishëm, si dhe personat në burgje që janë të regjistruar në listat zgjedhore të këtyre komunave. Në Gostivar janë të regjistruar gjithsej 82.870 qytetar me të drejtë vote, prej të cilëve 78.185 janë banor të përhershëm të komunës, ndërsa 4.604 janë të regjistruar në listën e posaçme për votuesit që jetojnë jashtë vendit. Në burg ose para burgim ndodhen 81 persona. Në Vrapqisht numri i votuesve të regjistruar është 27.279, prej të cilëve 26.318 janë banor të komunës, 950 jetojnë jashtë vendit, ndërsa 11 në burg. Mavrovrostush ka 10.575 votues, 9.622 në listën e rregullt për banorët e komunës, 951 jashtë vendit dhe 2 në burg. Qendër-Zhup është komuna më e vogël për nga numri votuesve, 7.562, prej të cilëve 6.305 janë banor të komunës, ndërsa 1.257 jetojnë jashtë vendit. Sa i përket kandidatëve për kryetar komunash në Gostivar garojnë Nevzat Beta nga koalicioni Vlen dhe Valbon Limani i mbështetur nga AKI. Në Vrapqisht zgjedhja është mes Isen Shabanit nga AKI dhe Zulhajrat Demiri i mbështetur nga ASH e Selës dhe Vlen. Qendër-Zhup ka një kandidat, Arjan Ibrahim nga Partia Demokratike e Turqve, ndërsa në Mavrovrostush për kryetar komune garojnë Oner Jakupovski nga koalicioni Maqedonia Jote i udhëhequr nga VMRO-DPMNE dhe Anes Ahmeti nga LSDM. Ndryshe nga zgjedhjet e rregullta lokale, në zgjedhjet e përsëritura nuk kërkohet dalje minimale prej 1/3 së votuesve. Arsyeja e përsëritjes së zgjedhjeve është dalja e pamjaftueshme në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në tetor të 2025-s.